Vjen mirë që të dyja palët, të gjithë qytetarët pas një dallim pranuan që reforma territoriale është e dështuar. Dhe të gjithë qytetarët kërkuan që shërbimet të afrohen afër tyre. Ajo që mua më vjen mirë është edhe fakti që duhet kuptojmë që bashkitë të jenë funksionale do duhet të kenë kompetenca. Në momentin kur punojësit thonë që jemi punojës nga Vlora dhe jemi të detyruar të shkojmë në Fier, jemi punojës nga Vlora dhe jemi të detyruar të shkojmë në Tiranë për kadastrën për shembull, që këtu ka marrë fund ajo që duhet ishte shërbimi pranë qytetarëve. Dhe në bazë të reformës territoriale do të jetë funksionaliteti i bashkive, ku bashkitë të ofrojnë shërbime, ku institucionet të jenë pranë qytetarëve dhe ku qytetarët nuk duhet bëjnë kilometra të tëra për të marrë një shërbim, për të marrë një patent, për të marrë një leje drejtimi e çdo gjë tjetër. Do duhet i kenë afër tyre. Së dyti, në momentin që do të kuptojmë që pushteti qendror është i ndarë nga pushteti vendor, do të ishte një progres shumë i madh për bashkitë. Të gjithë kryetarët e bashkisë, pavarësisht se nuk e thonë dot, ishin detyruar të detyronin drejtorët e tyre të jepnin dorëheqjen si ja kërkoi kryeministri. Dhe u hap një portal hidhni si vit për vende pune pa ditur se çfarë vende pune do keni. Në momentin që ndërhyet kaq brutalisht në pushtetin vendor dhe ku kryeministri shkarkon drejtorët, i thot hiqni këtë dhe hiqni atë dhe Vlora vetë vajti në zgjedhjet parakohshme sepse ja u shkarkoi në një farë forme edhe ish kryetaren e bashkisë, kuptojmë që kemi nevojë për kompetenca reale, për fuqi reale, për kryebashkiak të cilët të jenë të mëvetshëm nga qeveria, në kuptimin që t'i përgjigjen qytetarit më shumë se sa kryeministri. Dhe e fundit, duhet parë raporti midis të punësuarve dhe asaj që jepet për shërbime. Kam planin e buxhetit të bashkisë Delvin dhe ishte 240 milion për paga edhe vetëm 40 milion për shërbime dhe për investime. Kjo është disbalance e buxhetit. Prandaj duhet parë me shumë vëmendje që kur të ndërtohet reforma, siç do të jemi të gjithë bashkë, të jetë një reformë që bashkitë i bën funksionale, kanë përfaqësim, sepse kështu nuk kanë përfaqësim. 3 bashkitë që kërkohen Orikumi, Ksamili dhe Amantja nuk janë për numra, janë për funksionalitet. Janë që secili nga ato banorë atje të dëgjohet, të ketë përfaqësim në Këshillin Bashkiak, të ketë zë në bashki dhe të shkojnë taksa drejt për drejt atyre. Shumë faleminderit.